që janë lëndë speciale irrituese profesionale për vetë mbrojtje dhe neutralizim të personave të dhunshëm, të cilat janë të certifikuar nga kompanitë prodhuese dhe përdoren nga forcat policore në vendet e Bashkimit Evropian dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Megjithatë, këtu lajmi nuk është spraj përdorur, sepse është dëgjuar dhe më herët për sprajin e Arive. Lajmi këtu është që kishte lezet partia e molotovarëve se i dilte mballë gjës me njerëzit me kapuçe molotov atëherë, por tani që hedhin gurin dhe fshehin dorën të shndrohet nga partia e molotovarëve në partia e skuthave, bashkë me në produktet e tyre, të cilët kërkojnë paguar njerëz dhe mendojnë se protesta mund të bëhet me mercenar të paguar, kjo nuk ndodh kur. Partia e skuthave, e cila nuk mund flasë për policinë e shtetit dhe Gardën e Republikës, që nuk kanë krahasim me ato të 2011-s që ne gjetëm dhe kur flitet për protesta, paktën ju duhet të rrini urtë dhe mos jepni moral, mos bëni moral për policinë e shtetit. Në përgjigje të pyetjes që bëri deputeti, dhash një përgjigje që mbaj përgjegjësitë plot, por edhe një herë, për protestën ju nuk mund të flisni, largoni njerëzit me kapuça që aty, përpara se t'i largojë policia dhe nuk keni asnjë të drejtë morale të pretendoni se ju përfaqësoni zërin e protestës atje. Largoni vetëm njerëzit me kapuça dhe policia po bën detyrën e saj konform ligjit për të garantuar mbarvajtjen e protestës.